Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muaj Shaban, përgatitje për muajin Ramazan. Shabani kalon disi I qetë mes muajit Rajab dhe muajit Ramazan, sikurse të ishte një muaj I cili nuk kërkon zhurmë, por kërkon sinqeritet. Në këtë qetësi fshehet një sekret I madh. Është mundësi që ata që dëshirojnë të arrijnë Ramazanin me një zemër të pastër dhe me një shpirt të përgatitur që t'i afrohen Allahut të Madhërisëm. Shabani është muaji të cilin ngriten veprat tona. Ngriten veprat tona tek Allahu subhanahu wa taala. Ngriten fshehurazi, pa e ndier atë ne, pa e ditur ne. Sikur edhe zemrat tona të ngriheshin me to të qeta dhe të sigurta të Allahu dhu xhelal. Nuk synohet vetëm sasia dhe shumësia e veprave, por pastërtia e qëllimit, sinqeriteti I pendimit, rregullimi I asaj që është mes teje dhe Allahut dhe asaj që është mes teje dhe njerëzve. Shabani, muaj Shaban na mëson se vepra e heshtur, ajo të cilën nuk e shohin njerëzit, ajo mund tjetë me ndikim dhe me vlerë më të madhe të Allahu subhanahu wa taala. Andaj shfrytëzoni këtë muaj, sot jemi 3 Shaban 1447, jemi 22 janar 2026, shfrytëzojeni këto ditë të muaj Shaban me lexim të Kur'anit, me dhikr, me dua, me agjërim vullnetar, me sadaka, që të përgatitemi për të hyrë në Ramazan, edhe të përgatitur psikofizikisht, por edhe të përgatitur me iman, por edhe të përgatitur në veprat e mira të cilat na presin në muajin e madhërisëm e begatshëm të Ramazanit. Allah na dha shpirt dhe ymër që ta mrim këtë muaj të bekuar dhe na inspiroft me adhurime të lloj-llojshme, ta mbushim atë muaj dhe dalim nga ai muaj me mëkate të falura, me vepra të pranuara dhe me grada të larta të Allahut xhelal. Allahu shpëlbeft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.